Zhvillimi i infrastrukturës ka qenë premtimi për 4 vite të ardhshme që kryeministri Sali Berisha ka artikuluar gjatë mitingut në qytetin e Çorovodës. Para qytetarëve, lideri i mazhorancës ka theksuar se skrapari së shpejti do të lidhet me rrugë me Përmetin, Gramshin dhe Korçën, duke përsëritur rëndësinë që ka për këtë zonë gasjellësi Transadriatik, vendimi për të cilin do të merret së shpejti. Me infrastrukturën e ardhshme, ju do keni lidhjen me Përmetin, lidhjen me Gramshin dhe në trajektoren etapit e gasjellësit Transadriatik, rrugën me Korçë. Skrapari ka traditën e shkëlqyer të prodhimit të rakis më të mirë në Shqipëri. Do bëjmë gjithçka, ta bëjmë të njohur në Europë dhe në botë brendin e rakis Skrapari. Pjesë e fjalimit të kryeministrit kanë qenë edhe sulme ndaj alternativës së majt. Do t'i kërkoni pak Ilir Mec një gjë. Ta sjelli këtu Edi Ramen dhe ai zotëria që shetit me autobusin ma të vi këtu dhe të kërkoj të falur për ato sulme që ka bërë për origjinën Skraparli ndaj aleatit të tij të sot. Kryeministri ka premtuar se në mandatin e tretë një vëmendje do t'i kushtohet edhe zhvillimit të turizmit malor, si dhe shfrytëzimit të potencialeve që ofron mali i Tomorit.